Transmetim tjetër vëzë që i kanë thënë. I kanë thënë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur që i ka thënë Miqdadi, i ka thënë: "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Ka thënë, ne po themi ti ja Rasulullah, shkoti me Zotin tan lufto, na duhet Zoti. Shkoti me Zotin tan lufto, inna ma'akuma muqatilun. Ne me juve luftojna bashkë. Këta që kanë thënë, inna ma'akuma, inna ha huna qa'idun. Ne qëtu rrina. Sahabët kanë thënë, shkoti me Zotin tanë, edhe na vinë luftojna bashkë. Këta kanë thënë, shkoti me Zotin tanë, na rrinë qëtu. Për këta si ju dhe zy ka ardhur ndërshkimi, 40 vjet e kanë hub rrugën, ndërsa sahabite pejgamberit alayhi salatu wassalam për sa o vëzër, për 8 vjet. Për 8 vjet dunjan e ka shliruar. Lufta e Bedrit vitin e 2 të Hijrit. Pra në 13-15 vjet nga shpallja ka ndodhur lufta e Bedrit, apo dhe prej te Bedri deri te vdekja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa ka vëzër? Sa ka? 8 vjet. Për 8 vjet pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka shtri islamin në 4 anët e botës. Këta 40 vjet e kanë hub udhën mahall, sikur që kena hub na. A e bedini? Na kena hub udhën. A bashkë për jamën menja juve që kena gjetë udhën na, që sa vjet musliman sillën e pshillën ben, që sa vjet. A nuk ka e hub udha vëzër, që musliman hekin dhe vritën dhe mbytën dhe lëndohen dhe persekutohen, ndërkohë që na kujtojnë atë që sa mirë na të bo. A bashkë kujtojnë, për na udhën e hub të kena. Na udhën e hub të Allah inshallah na udhëzon, na udhëdrejton. Nuk ka mundësi ose një musliman me hek e ti me thonë alhamdulillah. Po ti ku thuaj alhamdulillah, që ti gjithoj alhamdulillah. Po nuk kanë rregull kjo vëllazër. Kjo nuk kanë rregull. Gjithë të milion musliman, 2 miliard musliman, 2 miliard musliman, së një sigurojnë, së një sigurojnë iftarin sigurt një popullit vogël. Muslimanë dhe ato. O vëzër ato dhe ato be e kanë let. A di shka, qëllë me be udhën të largona për këto? Apo? O e gjami e shenjt. O venin shenjt, zhuzon me livriz. Po këta si o vëzër, 40 vjet e kanë hub rrugën. 40 vjet. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam për 23 vjet e ka përçu mesazhin deri në 4 anë të botës. A ka dikun që s'ka shku islami? Po këta syje, shiko, në ato momente kur nuk ngohet Zoti dhe nuk ngohet pejgamberi alayhi salatu wassalam, atër hubër rruga dhe zë. Do të shojmë nga me lejnë Allahu te bareke ve teala.